Virdi Nasufi dhe Nea Koreshi dhunuan një 44 vjeçar me aftësi të kufizuara. Banorët e zonës shprehen se 2 të rinj, përveç se janë përdërues të lëndëve narkotike, edhe më herët janë denoncuar, por policia nuk ka marrë masat e duhura. Mbi 300 mësues, pjesëmarrës në testimet e kualifikimit, kanë denoncuar problemet që hasen duke filluar nga pyetjet e vështira, koha e papërshtatshme dhe pragu i lartë i kalueshmërisë. Për të shtruar një rrugë 720 metra, bashkisë Dibër janë dashur 128 milion lek. Qytetarët thonë se po shpërdoren fondet publike pasi rruga nuk ka as trotuare, as tretëqim, siç ishte parashikuar në projekt. Gripi i shpendëve ka sjellë rritjen e çmimit të vezëve, sipas ekspertëve, një rritje e tillë është e pavënd pasi Shqipëria ka rreth 5 milion krerë shpendësh që mund të prodhojnë vezë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV Dheu. Rreth 300 mësues, pjesëmarrës në procesin e kualifikimit 2025 kanë denoncuar problemet e testimit të informatizuar. Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Shqipërisë ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të Ministrisë së Arsimit duke e konsideruar testin të padrejtë. Rreth 300 mësues, pjesëmarrës në procesin e kualifikimit të vitit 2025, përfshirë mësues të arsimit parashkollor, fillor dhe të lëndëve të ndryshme, si gjuha frënge, italisht, turqisht, gjermanisht, greqisht, sociologji, qytetari, filozofi, kanë denoncuar problemet e testimit të informatizuara pranë QSH-s. Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Shqipërisë ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Arsimit duke konsideruar testin të padrejtë për shkak të pyetjeve të vështira, kohës së papërshtatshme dhe pragut të lartë të kalueshmërisë. Problemet kryesore të testimit sipas SBASH. Pyetjet e hartuara në mënyrë të gabuar, duke kërkuar më shumë të mësuara përmendur se sa mendim kritik në kundërshtim me synimet e testimit ndërkombëtar si PISA. Koha e pamjaftueshme për të analizuar dhe zgjidhur pyetje të gjata dhe të ndërlikuara, disa prej të cilave kërkonin mjete ndihmëse. Niveli i lartë i pragut të kalimit 60%, i cili është konsideruar si i padrejtë duke pasur parasysh se në vitet e mëparshme ka qenë 40%. Pyetje jashtë programit orientues të formuluara keq dhe me alternativa të ngjashme që krijojnë konfuzion. Mungesa e një standardi të unifikuar për të gjithë mësuesit duke shkaktuar pabarazi në vlerësim. A jemi në dështak? Ne që kemi marrë licencën me nota të mira, kemi kaluar me sukses konkurset, tani konsiderohemi të paaftë? Si mund të shpjegojmë zënësve tanë tani që edhe ne kemi ngelur, shprehen mësuesit në letrën e tyre të drejtuar ministres. Kërkesa e SBASH për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, rishikim të menjëhershëm të procesit të testimit dhe vendosje të një standardi të barabartë për të gjithë mësuesit, përfshirje të sindikatës në hartimin e politikave arsimore për të siguruar një proces të drejtë të përshtatshëm për kualifikimin e mësuesve, ndryshim të metodës së vlerësimit duke u fokusuar më shumë në aftësitë praktike të mësuesve, si menaxhimi i klasës, metodologjia e mësimdhënies dhe njohja e rregulloreve shkollore në vend të pyetjeve me alternativa që nuk reflektojnë realitetin e punës së tyre. Respektimi dhe trajtimi i denjë i mësuesit në mënyrën e testimit, ashtu edhe në komunikimin gjatë procesit të provimit. Mësuesit në Shqipëri shprehin shqetësimin se testimi aktual nuk reflekton realitetin arsimor dhe demoralizon ata që e mbajnë peshën e edukimit të brezave të rinj. Ata kërkojnë mbështetje nga shteti përmes trajnimeve cilësore, jo testimesh që mund të zëvendësohen lehtësisht nga inteligjenca artificiale ose Google. SBASH i bën thirrje Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për të rishikuar këtë proces, duke ruajtur dinjitetin e mësuesve dhe përmirësuar cilësinë e arsimit në vend. Një banor në njësinë Fushë Qidhen në Dibër ka denoncuar shpërdorimin e fondeve publike. Ai ka thënë për redaksin tonë se 128 milion lek po shpenzohen për të shtruar një 720 metra rrugë, ku nuk ka as trotuar as ndriçim. Një qytetar ka denoncuar për redaksin tonë një rast të shpërdorimit të fondeve publike në njësinë administrative Fushë Qidhen Dibër. Sipas tij, një rrugë e sapo asfaltuar nga Bashkia Dibër me një fond prej 128 milion lekësh PATVSH, po ndërtohet pas një standard dhe është shumë larg projektit të parashikuar. Në mesazhin e tij, qytetari shprehet i revoltuar për cilësinë e punimeve dhe për mënyrën se si fondet publike po shpërdoren. Ai shkruan: "Përshëndetje, kjo rruga këtu ndodhet në njësinë administrative Fushë Qidhen Dibër, e sapo asfaltuar nga Bashkia Dibër, mirë po këtu po vidhet në maksimum. Unë që po ju shkruaj jam një banor i kësaj zone dhe po shoh që këtu po punohet pas një kualitet me një fond prej 128 milion lekësh PATVSH, për vetëm 720 metra rrugë, ku nuk mund të ndërrohen 2 makina. Ajo që është edhe më e rëndësishme është se kjo rrugë është rrugë nacionale që lidh 3 njësi administrative. Në projekt kjo rrugë është me trotuar, ndriçime të tjerë, por këtu mungon edhe vizimi i saj.
Pamjet e dërguara nga qytetari tregojnë qartë gjendjen e rrugës, e cila pavarësisht se është e sapo asfaltuar, ka një ngjyrësi të papërshtatshme për një rrugë nacionale dhe mungesë të elementeve bazë të sigurisë, si trotuare, ndriçim dhe sinjalistik. Ky rast ngre edhe një herë pikpyetje të mëdha mbi mënyrën se si shpenzohen fondet publike në infrastrukturë dhe mbi mungesën e kontrollit nga Bashkia Dibër. Banorët e zonës kërkojnë që çështja të ndiqet nga autoritetet për të garantuar që rruga të përfundojë sipas standardeve të premtuara në projekt. Banorët në zonën e Pazarit të Ri në kryeqytet kanë denoncuar betonizimin që po i bëhet kësaj zone nga ylli Hidri, pronar i markatës së Peshkut. Ata thonë se askush nuk vjen të ndalojë punimet pasi ai është mik i kryeministrit. Në mes të Tiranës, tek zona e Pazarit të Ri janë duke u kryer punime të cilat sipas denoncuesve janë pa leje. Banues të lagjes raportojnë për redaksin tonë se ndërtuesi ylli Hidri i markatës së Peshkut, mik i njohur i Veliajt dhe Ramës, është duke hedhur beton mbi pllakat e sheshit. Burime për redaksin tonë bëjnë me dije se pas këtij projekti që po zhvillohet në thyerje të rregullave, qëndron pikërisht biznesmeni në fjalë. Sipas informacioneve, përveç mbulimit të sheshit me beton, është bërë edhe një shtesë kati pa leje mbi një objekt ekzistues, duke çuar atë nga 2 në 3 kate. Megjithse shkeljet urbanistike janë të dukshme, duket se nuk ka asnjë ndërhyrje nga autoritetet për të ndaluar këto punime. Denoncimi. Ylli i markatës së Peshkut, shoku i Lalit, punime pa leje në mes të Tiranës, Pazari i Ri, hedh beton mbi pllakat e sheshit pa ju dridhur qerpiku. Mos flasim që bëri edhe një shtesë kati pa leje aty sipër, nga 2 në 3 kate u bë ai pallat dhe s'ka problem. Gripi i shpendëve ka ndikuar në rritjen e çmimit të vezëve me 5 lek. Kjo është një rritje pa justifikueshme sipas ekspertëve, pasi Shqipëria ka rreth 7 milion krerë shpendësh, 5 milion prej të cilëve kanë prodhim vezësh. Gripi i shpendëve H5N1 ka ndikuar në tregun e vezëve në Shqipëri, duke rritur çmimin e tyre. Fermerët tashmë i shesin vezët me 5 lek më shtrenjtë, duke çuar çmimin nga 30 në 35. Për konsumatorët, kjo rritje ka qenë edhe më e ndjeshme, duke bërë një vezë të kushtoj 10 lek më shumë ose 66.6% më shtrenjtë. Ekspertët e bujqësisë e konsiderojnë këtë rritje të pajustifikueshme, duke argumentuar se Shqipëria ka 7 milion krerë shpend, nga të cilat 5 milion janë për prodhim vezësh. Është një rritje e pajustifikuar sepse ne kemi 7 milion krerë dhe 5 milion prej tyre për prodhim vezësh. Mendoj se kjo ka të bëjë me vendosjen e monopoleve në treg në Shqipëri. Ka shumë pak kompani që merren me importin dhe eksportin e tyre, dhe kjo e bën të lehtë vendosjen e çmimit nga këto kompani, thandos Faslia, ekspert i bujqësisë. Megjithëse janë zgjesuar 430.000 pula, nuk ka mungesë të vezëve në treg. Ekspertët sugjerojnë se ndërhyrja e Ministrisë së Bujqësisë mund të jetë e nevojshme vetëm nëse situata përkeqësohet. Fenomeni nuk është i ri, pasi një situatë ngjashme ndodhi edhe në vitin 2022, ku çmimi i vezëve u rrit të ndjeshëm pas një vale tjetër të gripit të shpendëve. Një studente në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike ka denoncuar vonesën e bursave për muajt shkurt dhe mars, por ky nuk është rasti i parë, duke prekur shumë studentë të cilët mbështeten tek këto bursa për të përballuar jetesën dhe studimet. Problemi i vonesave të bursave për studentët vazhdon të jetë shqetësues, duke prekur gjithnjë më shumë të rinj që mbështeten në këto pagesa për të përballuar jetesën dhe studimet e tyre. Një student e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit ka kontaktuar redaksin ton për të denoncuar vonesën e bursave të muajit shkurt dhe mars, të cilat ende nuk janë depozituar në llogaritë e studentëve. Përshëndetje. Keni hedhur postime për vonesën e bursave të studentëve dhe doja t'ju vija në dini se vazhdon një njëjti problem. Akoma mbetemi me syt nga aplikacioni për të parë nëse janë depozituar apo jo. Më parë depozitoheshin në fillim të muajit, ndërsa tani shkurti dhe marsi nuk janë paguar dhe duket sikur as nuk kanë ndërmend t'i japin. Vitin e kaluar nuk kemi pasur probleme të tilla. Kalunin çdo muaj. Jam studente e FSHMT në Elbasan. Ky nuk është rasti i parë që mbërri në redaksin ton për këtë problem. Vetëm disa ditë më parë, një tjetër studente nga Fakulteti i Mjekësisë Dentare ngriti një shqetësim të ngjashëm duke treguar se prej tetorit nuk ka marrë asnjë pagesë, ndonse të gjitha dokumentet e nevojshme janë dorëzuar në kohë. Studentët e prekur nga kjo situatë kërkojnë transparencë dhe zgjidhje të menjëhershme nga institucionet përkatëse, duke theksuar se këto bursa janë thelbësore për ta dhe vonesat e përsëritura po krijojnë vështirësi ekonomike. Ambasada shqiptare në Milano po përdoret nga sekserët e Partisë Socialiste për të mbledhur vota. Sipas një dëshmie, ata u kërkojnë numrin e kartës së identitetit dhe një firmë në pretekstin e mbështetjes së Shqipërisë evropiane. Në redaksin ton ka mbërritur një denoncim shqetësues. Një qytetar raporton se në ambasadën shqiptare në Milano janë shfaqur sekserë të Partisë Socialiste duke kërkuar numrin e kartës së identitetit dhe një firmë me pretekstin e mbështetjes për Shqipërinë evropiane.
Sipas dëshmisë, shumica e qytetarëve i kanë refuzuar kërkesën, ndërsa disa të tjerë janë regjistruar në listë. Kjo është një skemë e hapur manipulimi ku ambasadat shtetërore kthehen në zyra partije dhe emigrantët trajtohen si numra në një listë të paracaktuar. Kërkimi i të dhënave personale nën petkun e patriotizmit është vetëm hapi i parë, sepse në fund votat nuk vlen për ata që japin, por për ata që i numërojnë. Mesazhi qytetarit, në të gjitha ambasadat shqiptare, sekret të Partisë Socialiste po u kërkojnë emigrantëve numrin e kartës së identitetit duke u thënë: "A jeni për Shqipërinë Evropiane?" dhe duke u marrë firmat. Një ngjarje e tillë ndodhi edhe sot në ambasadën shqiptare në Milano, ku shumica e emigrantëve refuzuan me përbuzje, megjithatë kishte edhe nga ata që u regjistruan në këtë listë. Detajet të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë ku Irdin Asufi dhe Enea Korreshi dhunuan brutalisht një 44 vjeçar Shurt Mehmet. Autorët sipas banorëve janë përdorues të lëndëve narkotike dhe pse ata i kanë denoncuar në polici, nuk është marrë asnjë mas. Kjo ngre dyshime se Enea Korreshi dhe Irdin Asufi kanë mbështetje nga persona me influencë. Detajet e reja dhe të rënditës janë bërë me dije nga ngjarja ekskluzive e zbuluar nga redaksia jon, ku Irdin Asufi, 23 vjeç, dhe Enea Korreshi, 20 vjeç, dhunuan brutalisht me gur, duke i qarë kafkën 44 vjeçarit të pafajshëm, Shurt Mehmet, Fabiol Hysit. Të tjera burime ekskluzive për redaksin ton kanë bërë me dije se viktima u ndoq nga autorët, të cilët e futën në një garazh në një ndërtesë trekatëshe pa leje ndërtimi, në pronësi të avokatit Gerti Quka. Pas dhunës brutale, një numër i madh forcash policore u fut në bodrumin e ndërtesës, por se çfarë ndodhi më pas mbetet e paqartë nga policia e shtetit, e cila fshehun ngjarjen dhe kjo me një motiv. Enea Korreshi, njëri prej autorëve, u lirua dje nga paraburgimi. Të dy dhunuesit sipas të njëjtave burime për redaksin ton janë konsumues të lëndëve narkotike dhe banorët i kanë denoncuar disa herë për sjellje problematike, por policia nuk i ka konsideruar veprat e tyre si mjaft të rrezikshme për arrestim. Megjithatë, as kjo vepër e fundit, e cila përfundoi me një akt dhune makabër, nuk u trajtua me seriozitetin e duhur nga policia e shtetit. Një tjetër element i dyshimt në histori është lidhja e mundshme me pushtetin, targa misterioze AB 666 dhe përfshirja e emrave të njohur të politikës, përfshir Belinda Ballukun, kanë ngjallur dyshime tek qytetarët. Këto informacione duket se janë teje të njohura edhe nga vetë qytetarët pas publikimit të lajmit ekskluziv nga redaksia jon, duke vërtetuar dyshimet mbi ndikimin dhe mbrojtjen që kishin dhunuesit nga pushteti. Prej një jave, mira njerëz në Suedi kanë bojkotuar blerjet në supermarkete për shkak të rritjes së çmimeve me 25%. Nga ana tjetër, pronarët e marketeve thonë se kjo rritje nuk është e qëllimshme, por vjen si pasojë e faktorëve gjeopolitik, luftat të vjelat dhe ndryshimet klimatike. Sindikatat thonë se kostoja e ushqimit të një familjeje në Suedi është rritur me 30.000 krona prej janarit të vitit 2022, ndërsa prej fillimit të vitit të kaluar çmimet pësuan nga rritje prej 25%. Javës që shkoi, pas rritjes më të madhe të çmimeve të ushqimeve në 2 vitet e fundit, mira njerëz në Suedi vendosën të bojkotojnë për 7 ditë supermarketet e mëdha që kontrollojnë çmimet e ushqimeve. Me ndihmën e postimeve në rrjetet sociale, TikTok dhe Instagram, fushata është kthyer tashmë në një debat kombëtar dhe pikë përplasjesh politike. Protestuesit fajsojnë me të drejtë oligarkinë e supermarketeve që vendosin fitimet e tyre para klientëve prej mungesës së konkurrencës, ndërsa bizneset i vën fajin faktorëve të tjerë si gjeopolitika, lufta, të vjelat apo ndryshimet klimatike. Edhe në Bullgari, muajin që shkoi, blerësit bojkotuan kompanitë e mëdha në protestë ndaj rritjes artificiale të çmimeve, çka shkaktoi një rënje të xhiros totale prej 30%. Në janar bojkotet të tilla u shpërndan në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mali, Maqedoni dhe Serbi. Iniciativa suedeze Bojkoti javës së 12 i kërkon te klientëve të ndalonin blerjet në supermarkete në protestë ndaj rritjes së çmimeve. Nuk kemi asgjë për të humbur dhe gjithçka për të fituar, thuhej në një nga postimet pro bojkotit në rrjetet sociale. Çmimet e ushqimeve nuk kapen dot më sepse korporatat duan të fitojnë miliarda në kurrizë të varfërve, thuhej në një tjetër thirrje. Muajin që shkoi në Suedi, çmimet e yndyrnave shtazore të gatimit u rritën me 7.2%, djathi me 6.4%, qumshti me 5.4% dhe çokolladat me 9.2%. Kritikët thonë se rritja e vazhdueshme e pashpjeguar e çmimeve të ushqimit dhe kostove të jetesës mban popullatën vendase të varfër dhe të dobët dhe vjen në një kohë kur mira refugjatëve që hyjnë ilegalisht në vend u jepen menjëherë strehim, ushqim dhe të gjitha komoditetet duke provokuar suedezët. Jo të gjithë ishin të bindur për efektivitetin e bojkotit, ndërsa 34 vjeçaria Sandra Gustafson tha se çmimet e ushqimeve janë rritur, por njerëzit duhet të heqin dorë nga korporatet e supermarketeve dhe të blejnë nga fermerët dhe prodhuesit vendas pa nevojën e kompanive ndërmjetëse.
që prej Covidit, çmimet çuditërisht vetëm rriten, tha Gustafsson, e cila jeton në Gothenburg. Bojkoti një javor është i mirë vetëm për ndërgjegjësimin qytetar mbi çështjen, por nuk ka efekte të tjera. Korporatat nuk kanë konkurrencë. Ndërsa ministri i çështjeve rurale, Peter Kullgren, tha se çmimet janë rritur nga faktorë ndërkombëtar dhe të vjela të pakta, por pranonte se konkurenca duhet të rritet. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.